Vdekja e një 48 vjeçareje pasi u trajtua në urgjencën e spitalit të Korçës për probleme me frymarrjen, ka rikthyer akuzat për neglizhencë ndaj bluzave të bardha në qytetin Juglindor. I biri Erdiol Nano tregon se e ëma 2 ditë më parë u trajtua në shërbimin e urgjencës, ku ju komunikua se vuante nga anemia dhe u la të largohej për në shtëpi, ndërsa një ditë më pas ka marrë trajtim ambulator në shtëpi. Këtë të diel, 48 vjeçaria sërish nuk është ndjerë mirë dhe më pas është gjetur e pajet në dhomën e saj nga Jati, i cili hedh akuza ndaj mjekëve të spitalit të Korçës për trajtimin e rastit. I thanë me anemi edhe i thanë ca mjekime. Edhe nuk na thanë gjë tjetër, pas digën e matëm edhe një tension në mamë. Po mami theshë nuk jam mirë, jam e lodhur. Pra, domethënë pas digën nga spitali thesh ashtu, po doktorat nuk na thanë, domethënë, dua të di përse nuk mjekët na thanë çfarë do të bëjmë, si duheshim bëjmë. Se nuk e mbajtën në spital, po e lanë të ikën. Si mund ta lesh një njeri kur të thotë atë gjë, ta lesh të ikën nga spital. Sot më ndodhi mua, po mund të ndodhi do njëri tjetër. Policia e Korçës mësohet se ka marrë deklarimet e familjarëve, ndërsa në vijim pritet të marrë në pyetje edhe stafin mjekësor që ka qenë në shërbim përgjatë këtyre 2 ditëve. Trupi i 48 vjeçares do t'i nënshtrohet autopsisë për të përcaktuar shkakun e vdekjes.